Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po ritakohemi sërish së bashku ditën e sotme, për të ndarë me ju lajmet më të fundit, për të ndarë me ju gjërat më interesante. Unë e di që ju tashmë gjatë gjithë sezonit veror do të komentoni dhe do të bisedoni me njëri tjetrin se kur do të startoj Big Brother Kosova, çfarë do të presim këtë vit nga ky format, a kanë spikatur ndonjë personazh që do të na rëmbejë zemrën, a do të ketë ndonjë histori që do të na pasionojë të gjithëve, a do të ketë ndonjë tematikë që do të na bëjë të gjithëve të befasohemi. Kjo do të jetë pikpyetja më e madhe që ne do të flasim tani 2 muaj me radhë që nga kjo ditë. Pas një sezoni rekord sa i përket ndjekshmërisë, emocioneve dhe ndikimit mediatik, Big Brother VIP Kosova pritet të rikthehet sërish shumë shpejt me edicionin e tij të 4. Paralajmërimet kanë nisur prej ditësh në rrjetet sociale dhe platformat zyrtare të produksionit, duke ngjallur entuziazëm të madh tek publiku. Por në mes të këtij zhurmimi për rikthimin e formatit, një detaj ka tërhequr vëmendjen më shumë se të tjerët: ku është Jonida Vokshi? Në një nga foto që po qarkullon ose takimi zyrtar për nisjen e përgatitjeve të sezonit të ri, shfaqet producentja e njohur Olsa Muhameti dhe moderatori Alaudin Hamiti. Të dy figura kiçe në suksesin e edicionit të kaluar, por ajo që mungonte ishte pikërisht Jonida Vokshi, e cila për 2 edicione me radhë ka qenë pjesë e pandashme e prezantimit dhe ka fituar zemrat e publikut me një profesionalizëm dhe elegancën e saj. Tani, unë me sa di që mos bëjmë domethënë dezinformacione, Olsa Muhameti dhe Alaudini, për shembull Alaudini është edhe drejtor, Olsa Muhameti është producentja, ishin ato të cilët udhëtuan drejt Gjermanisë për të shfaqur këtë platformën. Dhe nuk duheshte të jetë Jonida, se po të ishte Jonida, mendoj unë duheshte të jetë dhe Milaimi dhe Olta në këndin e opinionistëve. Unë mendoj që Alaudini dhe Olsa kanë shkuar si drejtor dhe si producente e këtij produksioni. Dhe kjo nuk e heq fare figurën e Jonida Vokshit se mund të jetë një moderatore në edicionin e 4. Pyetjet kanë nisur të lindin natyrshëm: a është kjo një shenjë që Jonida nuk do të jetë pjesë e sezonit të ardhshëm të Big Brother VIP Kosova, apo ishte thjesht një mungesë e rastësishme e një fotoje paraprake? Deri më tani nuk ka asnjë lloj konfirmimi zyrtar nga asnjëra palë, por spekulimet janë të forta. Shto këtu edhe faktin që ditët e fundit në rrjetet sociale ka shpërthyer aludime për një shtatzani të mundshme të moderatores. Në një Insta story të publikuar nga vetë Jonida, ndjekësit kanë komentuar mbi ndryshimin e formave të trupit të saj, duke ngritur dyshime se ajo mund të jetë në një pritje të ëmbël. Do me thënë, ju po shikoni videon, dyshohet që Jonida mund të jetë shtatzën, do me thënë mund të jetë në pritje të bebit të radhës. Tani, nëse Jonida është shtatzën dhe ne do t'i bëjmë matematikën, kur Big Brotheri do të startoj në tetor e kanë, do me thënë, Kosova, maksimumi nëntori, po zakonisht në tetor ka startuar gjithmonë Big Brother VIP Kosova. I bie që Jonida do t'jetë në muajin e 5, në muajin e 6, të 7 në qoftë se është shtatzën, atëherë me patjetër që do të bie nga kombinimi, sepse për një femër shtatzën nuk është e lehtë të qëndroj 5 orë transmetim, 5 orë moderim në këmbë. Por atëherë do t'jetë pikpyetja se kush do t'a zëvendësoj Jonida Vokshin. Mos vallë do t'jetë Arbana Osmani që do të ngjitet në skenën e Big Brother VIP Kosovës? Kjo mbetet një pikpyetje e madhe. Komentet e fansave nuk kanë munguar. A mos ka ndonjë lajm të bukur për Jonidën? A është kjo arsyeja pse mungon në promon e parë të sezonit të ri? Do me thënë, në këtë që shkuan Gjermani dhe e prezantuan projektin e tyre dhe u vlerësuan një ndër projektet më të bukura, në fakt një projekt që kishte patur kombinimin mes figurave të ndryshme, mes historive interesante, mes ngjarjeve të çuditshme që në një mentalitet si shqiptarë, do me thënë, ishin tabu të pathyera,
kur më parë dhe pikërisht Klan Kosova dhe Big Brother VIP Kosova kanë thyer çdo tabu të mundshme, kanë publikuar, le të themi, dhe një personazh i cili ka qenë pjesë e filmave të rritur, që do të thënë me nofkën popullore ju e dini se si njihet. Dhe pikërisht, do të thënë, Big Brother Kosova u vlerësua shumë në Gjermani. A është kjo arsyeja pse mungoi Jonida? Nuk do ishte e njëjta pa Jonidën, do me thënë fansat e Jonidës janë kundër që Jonida Vokshi të mos jetë pjesë e Big Brotherit. Jonida nuk ka dalë në një deklarat në fakt që të thotë se jam shtatzën, por në ditët në vazhdim barkut nuk ka ku t'i ikën, në qoftë se është shtatzën do t'a kuptojmë nga rritja e barkut të saj. Jonida në shumicën e rasteve po bën reklam edhe të produkteve të bebave, ndoshta kjo është ai fakti që e mban Jonidën në këmbë, por gjithsesi do ta kuptojmë në ditët në vazhdim. Ndërkohë që publiku vazhdon të spekulojë, është e qartë se mungesa e Jonidës në përfshirjen fillestare të edicionit të ri ka shtuar pikpyetje rreth rolit të saj në këtë sezon. Në një format si Big Brother, ku personaliteti i moderatorëve ndikon drejt për drejt në emocion dhe ritmin e spektaklit, çdo ndryshim në skuadër është i rëndësishëm dhe vëret menjëherë nga publiku i devotshëm. Nëse shtatzania rezulton e vërtet, atëherë përfshirja e Jonidës këtë sezon mund të jetë e pamundur për arsyet personale dhe shëndetësore, por nëse bëhet fjalë për një mungesë të përkohshme në përgatitje, mund të jetë ende herët për të nxjerrë përfundime. Jonida Vokshi dhe Alaudin Hamiti u shndruan në një duet ekranik shumë të suksesshëm, që jo vetëm prezantuan formatin me dinjitet dhe meritëm, por gjithashtu ndihmuan në ngritjen e Big Brother VIP Kosova në një nivel që nuk ishte më parë në televizionin shqiptar. Prania e tyre ishte një ndër pikat kyçe të suksesit të sezonit që ne e lam pas. Dhe pikërisht kjo e bën edhe më të rëndësishme fatin e Jonidës në edicionin e ardhshëm, sepse mos përfshirja e saj nuk është thjesht mungesë prezence, por ndryshim në strukturën e një formule të suksesshme. Në pritje të konfirmimeve zyrtare, fansat e Jonidës dhe të formatit janë me sy tek çdo lëvizje. Deri atëherë publiku është i ndarë mes shpresës dhe gjithçka është e thjesht në koincidencë dhe kuriozitet për të zbuluar nëse po vjen një lajm i ëmbël që do të mbajë Jonidën përkohësisht larg skenës, por gjithmonë në zemër të audiencës. Nëse është ky lajm i ëmbël, unë e uroj me gjithë zemër që Jonida të bëjë fëmijën, sepse Big Brotheri do bëhet gjithmonë fëmia e gjëja më e shenjtë në botë, edhe është dhurata më e bukur që Zoti ta jep. Jonida, shqiptarët ta kanë bërë namin, edhe nëse nuk e ke ndërmend për hatër gjithë këtij lajmi që bëhet, unë ta kisha rekomanduar e motër nisja. Po në qoftë se ti, do me thënë, thjesht fakti do t'jesh përsëri moderatore, dije që ke shkëlqyer, sepse me ato memet e tua na ke shkri fare. Ne do takojmë sërish së bashku, na ndiqni me subscribe në kanalin Monitor TV.